Drejtor, janë disa shkolla në komunën e Gjilanit që thuhet se vazhdojnë të funksionojnë me ushtrues detyre. A është shqetësuese kjo dhe çka jeni duke bërë këtë drejtim që të zgjidhen drejtorët e ri? Po ne aktualisht kemi 7 institucione edukative arsimore, prej tyre 3 qerdhe, 1 shkollë e mesme dhe 4 shkolla fillore, të cilat funksionojnë me ushtrues detyrës së drejtorit. Unë, si nga Drejtoria Komunale e Arsimit, kam propozuar emrat për zgjedhjen e komisionit dhe atë propozim e kam dërguar te Sekretaria e Kuvendit, gjithsesi te kryesuesi Ushtrim Kadriu, për ta listuar në rend ditës, rrjedhimisht dhe për ta hudhur në votim. Mirëpo unë nuk e kuptova që për disa arsye, nuk di për çfarë arsye, ajo sot nuk u morr hiç parasysh dhe siç e dini seanca përfundoi dhe ne mbetëm pa komision që rrjedhimisht edhe pa mundësinë për shkollë konkurse për pranimin e drejtorëve dhe drejtorëve në institucionet arsimore. A është shqetësuese kjo situatë? A mund të pritet në seancën e ardhshme që të shqyrtohet, analizohet dhe të futet në si pikë rendit ditës, apo është nevojë e ngutshme? Unë prap do ta procesoj këto për te Sekretaria e Kuvendit, mënyrë që ata ta fusin në rend ditës dhe rrjedhimisht ta hudhin në votim, sepse kjo është nevojë imediate për shkollat që të zgjidhen. Unë thash që janë 7, por kemi edhe 3 drejtorë në pritje, të cilëve u skadon kontrata këtë mujve në vazhdim, dhe se pra me 10 shkolla, apërsisht 40% e shkollave tona mbeten në ushtrues detyre, që është nevojë imediate që të formohet komisioni, të votohet në kuvend dhe mandej të shkollet konkursi për pranimin e drejtorëve të rinj. Po, faleminderit. Po. Aplikojnë gjithë qytetarët e Gjilanit. Po. Që i plotësojnë kushtet, kriteret. Faleminderit për bisedën.